të menoj që është gjitha situata. Po. Spahiu, po shoh se keni diçka për të shtuar, pash dhe një reagim tuajin teksa po fliste Imeri. Jo, jam dakord plotësisht me këtë çfarë tha Durrëti. Është thjesht Albin Kurti po vepron kundër interesit të vet, kundër vetja, rreth e parë, edhe interesit të partisë së tij, sepse sa më shumë që bjerët koha, kështu, atina po ecën, po i pinë përqindja e përkrahjes mesin e votuesve, sikur kur ajo ora me rër që shkon në rërat e poshtë me kalimin e kohës. Prandaj, nuk është as pak interes i tij që kjo që po e mban një situatë të tillë. Kurdo që të bëhen zgjedhjet, kjo do të reflektohet në rezultat. E natyrshme, ka qenë kjo çfarë tha edhe Durrëti, edhe çfarë kam thënë unë, mund që nga momenti që ka dalë rezultati i zgjedhjeve, që është ditur që sa deputet ka fituar secili subjekt, ku kam thënë koalicioni qeveria-ardhshme do të jetë Albin Kurti, Fatmir Limaj, Nenad Rashić dhe minoritetet jo serbe. Eventualisht edhe ndonjë deputet tjetër i kontrabanduar. Por, si duket, kështu me vendosjen e kushtit për të qenë kryetar parlamenti nga ana e Fatmir Limajt, kjo gjë Albin Kurtit nuk e ka parapëlqyer këtë gjë dhe po mban një situatë të tillë çfarë është. Në anën tjetër, pse një situatë të tillë po i lëvërdis partive opozitare? Atyre po i lëvërdis kjo situatë, edhe sepse ata marrin rrogat si deputet, në anën tjetër vetëvendosja në ndërkohë zhvlerësohet, po bie përqindja e saj, dhe sa më shumë që shtyhet, domethënë zgjedhjet, aq më shumë do të kenë ato rezultat më të mirë, ndërsa vetëvendosja rezultat më të keq. Dhe prandaj edhe ato janë pjesë e kësaj zvarritjeje, sepse shkon në favorin e tyre. Por gjykatët, prandaj shteti bëhet nga një konglomerat institucionesh, ku nëse dështon një institucion, do të me vepru tjetri. Dhe të gjitha këto institucione është një motiv që duhet t'i udhëheq. Ajo është motivi patriotik, e mira e vendit. Nëse dështon, nëse motivi patriotik i qeverisë është i ulët, atëherë do të me qenin në gjykata kushtetuese që e rregullon këtë. Ose anasjelltas në parlamentin, institucionet e tjera, publiku, mediat, por këtu kemi në anën tjetër opinionin publik e kemi të ndarë, natyrisht siç është, nuk ka të paktën zëra të arsyeshëm, shumica zërave janë ja përkrahun njërën forcë politike e forcën tjetër, shumica atyre që bëjnë opinionin publik janë simpatizant thjesht propagandor të subjekte politike. Gjykata kushtetuese merr vendime të tilla për ta bërë situatën akoma më llu, për të përfituar edhe ajo në kuptimin e kësaj situate, për t'ju ardhur mundësia më bë kryetarit të saj ushtrues detyrë presidenti, edhe por motivi patriotik mbetet askund, krejtësisht po veprohet në stilin e shtetit të përkohshëm. Sepse kur ka bindjen, kur bindja e përgjithshme është që ky është një shtet i përkohshëm, që duhet të jetë në tjetër shtet që duhet të jetë Tirana, që duhet ne zgjedh problemet tona, e jo ne vetë të jemi zot të shtëpisë të zgjedhim problemet tona, atëherë ne veprojmë kështu në mënyrë të papërgjegjshme dhe presim që të vijë dikush na zgjedh problemet. Por këtu nuk është Tirana ajo që vjen me na zgjedh problemet, sepse ka probleme për vete, vetëm një shtet në rajon është interesuar që të na merret në zgjedh problemet dhe ajo në mënyrën e vet, mënyra e saj është mënyrë gjenocidale.
me marrë Kosovën edhe me hjek shqiptarët me shpërnda gjithandaj në përbot edhe me ndalë teritorin për vete. Ndërkohë, Spajiu, kur po flasim tek... Shtet tjetër